Mirëmbrëma dhe mirë se po takohemi në këto 6 minuta. Ish deputetja e Lëvizjes Vetëvendosja Rita Feza do t'jetë pas pak me ne në studio për diskutuar lidhur me shkuarjen e vendit në zgjedhje dhe çfarë qeverie pret vendit pas këtyre zgjedhjeve. A do vazhdoj të dominojë atmosfera përçase mes partive politike dhe vendit të vazhdoj të jetë i bllokuar si shkak i mungesës së konsensusit politik, nëse Vetëvendosja dele para, cilat janë opsionet e saj për koalicione apo kërkon qeveria afagjate apo afashkurte, e si do ta zgjidhë çështjen e presidentit. Dhe prokuror Vjosa Osmanin vetëvendosje edhe për një mandat. Të gjitha këto i diskutojmë me Rita Fezën, ndërsa më pas në një lidhje direkte do ta kemi zëdhënësin e Doganës Adratik Stavelesin, me cilin do të flasim për konfiskimin e 120 kg narkotik, të cilët u zbuluan nga njësia antidrogës në kuadër të Doganës së Kosovës. Por të gjitha këto vijnë pasi shohim lajmet kryesore të ditës. Fushata zgjedhore për zgjedhjet parakohshme nis më 17 dhjetor dhe zgjat 12 ditë. KQZ-ja sot gjithashtu certifikon rezultatet e asambleve komunale përveç atyre në Istok. Komisionera Marta Kos u bën thirrje vendeve të Ballkanit që të angazhohen më shumë për të siguruar fonde nga plani i rritjes. Kurti kritikon BE-n për statusin e vendit kandidat për Kosovën. KPK-ja thotë se shkarkimi i Kelmendit u bë në përputhje me Kushtetutën dhe ligjet në fuqi. E Prokuroria Speciale mohon përfshirjen e Blerimi Supajt në shkarkimin e Kelmendit. Arrestohet shoferi një autobusi pasi i gjetën 120 kg narkotik. Droga u zbulua fal përdorimit të qenëve nuhatës dhe pajisjeve profesionale. Një ditë pas shpalljes së zgjedhjeve nga ana e presidentes Vjosa Osmani, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka caktuar 17 dhjetorin si datën e nisjes së fushatës elektorale, e cila do të zgjasë 12 ditë. Në mbledhjen e sotme, KQZ-ja ka certifikuar rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve lokale për kuvendet komunale të mbajtura më 12 tetor. Gjatë mbledhjes së sotme, kryetari i KQZ-s Krishnik Radoniqi ka bërë të ditur numrin e ulëseve që secila parti mori pjesë në zgjedhje. Radoniqi po ashtu theksoi se vetëm rezultatet për kuvendin komunal në Istok nuk mund t'i certifikojnë për shkak se Gjykata Supreme ka prishur një vendim të PZAP-s dhe se është kthyer në rivendosje të PZAP-ja, ka thënë Radoniqi. Ndërsa anëtarët e Lëvizjes Vetëvendosje kanë votuar kundër certifikimit të rezultateve për asamblenë në komunat ku ka fituar lista serbe. Meqenëse se ne kemi bërë në ankesë në Gjykatën Kushtetuese për listën serbe, sidomos në Klokot ku kandidati u detyrua të dorëhiqet se i ka dhënë një pozitë atij, unë votoj kundër të gjitha certifikimeve për komunat ku lista serbe është me shumicë të votave. Këtë dallim po dua ta bëj, por për listën serbe unë jam kundër, ka deklaruar anëtari i Lëvizjes Vetëvendosje Sami Kurteshi. Integrimi ekonomik dhe transformimi i rajonit drejt tregut të Bashkimit Evropian kanë qenë temat e diskutuara sot në samitin e planit të rritjes që po mbahet në Tiranë me liderët e Ballkanit Perëndimor. Në këtë samit nga Kosova po merr pjesë kryeministri në detyrë Albin Kurti. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka thënë se Ballkani Perëndimor kërkon të rritet së bashku me Evropën dhe po dëshmon se e meriton anëtarësimin. Nga ana tjetër, komisionerja për zgjerimin e Bashkimit Evropian Marta Kos theksoi se Kosova dhe Bosnia-Hercegovina nuk e kanë nisur ende miratimin e reformave në kuadër të planit të rritjes, teksa ka bërë thirrje që të punojnë më shumë. Ndërkohë, duke u referuar Shqipërisë dhe Malit të Zi, Kosta se ato kanë miratuar 55% të reformave të dakorduara. Ajo shpreh se përparimi i reformave lidhet ngushtë me procesin e anëtarësimit dhe se rajoni duhet të integrohet institucionalisht në Bashkimin Evropian. Një ditë më parë, BE-ja shprehu keqardhje për mostekalimin e ngërçit politik në Kosovë, por fshir dështimin për ratifikimin e planit të rritjes që multi sillte vendi deri në 882 milion euro. Kryeministri në detyrë Albin Kurti në samitin e planit të rritjes së Bashkimit Evropian në Tiranë ka kritikuar Bashkimin Evropian për mungesë progresi në dhënien e statusit të vendit kandidat për Kosovën. Ai ka quajtur paradoks që të flitet për zgjerimin urgjent të Bashkimit Evropian, kur aplikimi i Kosovës lihet në raftet e Bashkimit Evropian që 3 vjet. Unë besoj se është e rëndësishme të flasim hapur, ndërsa jemi mbledhur për të vlerësuar progresin e planit të rritjes. Ne ishim të parët që përmbushëm agjendën e reformave dhe disi tani jemi prapa në
zbatimin e saj. Dhe unë kam mirëpritur kritikën, ne duhet jemi në balë të këtyre reformave, ka thënë Kurti. Derisa ka kërkuar heqjen e plotë të masave të BE-s ndaj Kosovës, Kurti ka thënë se për herë të fundit po e adreson çështjen e masave ndëshkuese ndaj Kosovës, teksa ka theksuar se ato i bëjnë dëm linjëzimit të plotë me politikën e përbashkët për punë të jashtme dhe siguri të Bashkimit Evropian. Shumë fusha të ndryshme të politikave të BE-s, për shembull. Këshilli Prokurorial i Kosovës ka thënë se shkarkimi i Besim Kelmentit nga pozita e ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit të shtetit u bë në përputhje me Kushtetutën, ligjet në fuqi dhe rregullat e etikës profesionale. Sipas arsyetimit të KPK-s, Besim Kelmenti u shkarkua për shkak të qëndrimeve të tij publike, për cilat thotë se ishin të njashme, përfshirë edhe deklaratat e takimet në këshill dhe pozicionet publike në media. KPK-ja thekson gjithashtu se procesi i vendimarrjes u zhvillua sipas rregullave ligjore për quorum dhe votim, edhe pse disa antar u larguan nga takimi. Sipas vendimit thuhet se bazuar në dispozitat ligjore në fuqi, Kelmenti është dashur të largohej vetë dhe të mos merrte pjesë në takim, pasi propozimi për shkarkim kishte të bënte drejt për drejt me të. Sipas vendimit të siguruar nga betimi për drejtësi, thuhet se edhe përkundër faktit që i është kërkuar të largohet nga takimi, Kelmenti ka vazhduar të qëndrojë në takim, duke arsyetuar vazhdimin e ushtrimit të detyrës së tij si ushtrues i detyrës së kryeprokurorit të shtetit. Nga ana tjetër, Prokuroria Speciale ka thënë se janë të pasakta pretendimet për ndërhyrje të kryeprokurorit të shtetit Blerim Yusufaj në proceset vendimarrëse të Këshillit Prokurorial të Kosovës. Prokuroria përmes një komunikate ka thënë se ky institucion nuk mund të ushtrojë ndikim në çështjet që janë kompetencë ekskluzive e Këshillit Prokurorial. Reagimi ka ardhur pas vendimit të KPK-s për shkarkimin e Besim Kelmentit nga pozita e ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit të shtetit dhe më pas kontestimit nga gjysma anëtarëve të KPK-s dhe shoqërisë civile të këtij vendimi me arsyetimin se nuk ka pasur quorum në Këshillin Prokurorial që të merrej ky vendim. Antarët që u larguan nga mbledhja e KPK-s pa arritur te votimi e kanë fajsuar kryeprokurorin Yusufaj për push institucional. Këngëtarja Adelina tha që është bashkuar Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku ka thënë se ajo po e hap një kapitull të ri të angazhimit qytetare politik. Abdigjiku përshkroi thashin si një nga zërat më të fuqishëm dhe më të dashur të skenës politike shqiptare, me mbi 2 dekada karrierë në muzikën klasike dhe moderne. Kryetari i LDK-s theksoi se Adelina është soprano profesionale, këngëtare pop dhe profesoresh me përvojë të gjatë, duke e renditur ndër artistët më të respektuara në vend dhe në rajon. Kompania autobusëve Qendra ka njoftuar se ka pezulluar shërbimet e linjës autobusëve që kalojnë nga Vranjevci në Matiqan në kryeqytet përmes qytetit dhe Muharrem Fejzës për shkak të çështjeve aktuale financiare me të cilat po përballet kjo kompani. Në një njoftim të kompanisë thuhet se si rezultati i moshtyrjes së këtyre obligimeve, kompania është afruar në prag të një kolapsi financiar derisa u është bërë thirrje institucioneve për gjetjen e një zgjidhje urgjente lidhur me buxhetin. Ndërkohë që nga shoqatat e transportuesve privat në Prishtinë kanë thënë për kohën se nga hëna do të pezullohen edhe linjat e tjera private. Të njëjtën trafiku urban ka njoftuar se ofrimi i shërbimit të transportit publik rrezikon të pezullohet plotësisht nga java e ardhshme për shkaqe financiare. Komuna e Prishtinës, sipas ministrit në detyrë të financave Hekuran Murati, ka bërë kërkesë të SAR-it për alokim të parakohshëm të 1/12 së buxhetit të muajit dhjetor. Alokim ky, i cili sipas ministrit do t'i mundsonte komunës që një pjesë të mjeteve të parashikuara për dhjetorin t'i shpenzon gjatë muajit nëntor me qëllim që të paguhen faturat e grumbulluara, përfshirë edhe ato të energjisë elektrike. Por Murati përmes një reagimi ka thënë se ky është një hap i përkohshëm që nuk e zgjidh problemin bazë financimit, por vetëm është shtynë atë pasi muaj dhjetor më pas do t'i mungoj buxheti i rregullt. Megjithatë, sipas Muratit, marr parasysh gjendjen aktuale financiare të komunës dhe SAR-i pritet ta miratojë këtë alokim që të mundsohet pagesa një pjesë të obligimeve të prapambetura, por që sipas si situata do të ishte shmangshme nëse buxheti i komunës së Prishtinës do të ishte miratuar në seancën e mbajtur 2 ditë më parë. Murati gjithashtu i quajti të pabazuara akuzat e LDK-s të bëra 1 ditë më parë, sipas të cilave Ministria e Financave po pengonte financimin e qerdheve në kryeqytet.
Është dhënë fjala përfundimtare në rigjykimin për rastin Gylenistët, ku për dëbimin e 6 turqëve i akuzuar është ish shefi i AKI-s Driton Gashi. Prokuroria kërkoi dënimin e tij pasi tha se në proces është vërtetuar fajësia e Gashi u mbrojt në heshtje. Pas disa seancave të mbyllura, këtë të premte është hapur për publikun në rigjykimin e rastin e njohur si Gylenistët. Në këtë proces gjyqësor, ish shefi i AKI-s Driton Gashi akuzohet se në mars të 2018-s u angazhua drejt për drejt në dëbimin e 6 tetasve turq, Mustafa Erdem, Yusuf Karabina, Hasan Hüsein Gunakan, Gjihan Özkan, Osman Karakaja dhe Kahraman Demirez, të cilët më pas u përballën me procese gjyqësore në Turqi. Në dhënien e fjalës përfundimtare, prokuroria speciale Habibe Salihu Statovci kërkoi nga trupi gjykues që i akuzuari Gashi të shpallet fajtor për veprën penale, keqpërdorim i detyrës apo autoritetit zyrtar. Nga dëshmitë e këtyre dëshmitarëve, që në këtë rast janë të dëmtuar, në mënyrë të qartë u vërtetu, veprimet e cilat janë ndërmarrë kundërgjyshëm kundër këtyre shqiptarëve me qëllim të largohen nga Republika e Kosovës. Nga dëshmitë e këtyre dëshmitarëve, po ashtu që janë të dëmtuar, u vërtetua dëmi që është nga i riparueshëm që delikti ka shkaktuar me veprimet kundërgjyshme të akuzuarit Driton Gashi. Prokuroria theksoi se është vërtetuar se 6 turqit që u dëbuan nuk përbënin rrezik për sigurinë e Kosovës. Pasi që jetë dëbu, jetë larguar dërshëm nga Republika e Kosovës, jetë dëbu në shtetin e Turqisë dhe të letit kanë vujt të nejtë me burgim deri në kohën kur janë liruar pas disa viteve dhe me njëherë pas se janë liruar nga burgut të njëjtët kanë ardhur në Republikën e Kosovës përsëri. Pra, kjo vërtet faktin se të njëjtët nuk kanë paraqitur kurrë dëshmërie për sigurinë kombëtare, sepse të njëjtët prapë në mënyrë të lehtë që ndorën në Republikën e Kosovës. E paraprakisht në radhën e dhënies së mbrojtjes, i akuzuari Gashi u mbrojt në heshtje. Deklarata ime është se mbrohem në heshtje dhe arsyeja për këtë është ligji për klasifikimin e informacionit dhe ligji për Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë dhe edhe një herë deklaroj se jam i pafajshëm dhe nuk kam shkel asnjë procedurë ligjore në këtë proces. 6 shtetasit turq u dëbuan nga Kosova në mars të 2018-s. Ndaj tyre u zhvillua proces gjyqësor në Turqi, pasi u akuzuan si pjesëtar të organizatës FETÖ e shpallur terroriste në këtë vend. Dëbimi pati nxitur reagime brenda vendit, por edhe ndërkombëtare dhe veprimi u cilësua si shkelje e të drejtave të njeriut.